Do të flasim tani në studio me Astrid Kolaj nga Instituti Kosovës për Drejtësi. Zoti Kolaj, mirë se erdhët në studion tonë edhe sot. Atëherë, i pa mesazhet e ambasadorëve të vendeve të Kuintit në Kosovë, të cilët po kërkojnë krijimin sa më të shpejtë të institucioneve, por në fakt nesër është përpjekja 23 për konstituim të Kuvendit të Kosovës. Megjithëse nuk pritet as nesër që do të ketë diçka ndryshe prej atyre që kemi parë deri tani. Nuk kemi parë ndonjë zhvillim të ri sa i përket ndonjë marrëveshje politike, e cila do të jetë edhe çelësi i ecjes përpara dhe përfundimit të këtij stagnimi institucional, konkretisht të konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe me vazhdimin me krijimin e qeverisë dhe ecjen përpara në agjenda të ndryshme. Është lajm pozitiv që kohën e fundit janë rritur thirrjet nga ambasadorët e vendeve ndërkombëtare në Kosovë që politikanët në Kosovë, partitë politike, deputetët të cilët e kanë dhënë betimin për se s'po arrin me konstituu Kuvendin që të bëjnë veprime kompromisi dhe të arrin të konstituojnë Kuvendin, sepse kemi ardhur në një fazë shqetësuese ku Kosova edhe pas një periudhë të gjatë pas përfundimit të zgjedhjeve nuk po arrin të konstituojë domethënë Kuvendin dhe po ngecim në shumë drejtime, qoftë në drejtimin e politikës së jashtme, qoftë edhe në drejtimin e politikës së brendshme. Zakonisht ambasadorët e huaj kemi dëgjuar të japin mesazhe për krijimin e institucionesh pas secilës palë zgjedhje. Ajo duket se kësaj radhe në një farë forme ndoshta nuk ka pasur mesazhe aq të shumta dhe të shpeshta sa herave të kaluara. Dhe pse mund të jetë kjo? Realisht mesazhet që janë duke dhënë kohën e fundit janë mesazhet që kanë filluar tani për dallim nga herët e kaluara ku mesazhet kanë qenë më njëherë pas zgjedhjem. Pas përfundimit këtu në zgjedhje kemi parë një heshtje të ambasadave dhe ambasadorëve të akredituar në Kosovë dhe tani me ata më duket që të themi në thojza dhe kanë humbur edhe ata durimin dhe kanë rrit kërkesat në vazhdimsi që janë duke i bërë që institucionet të themelohen sa më shpejt dhe të ecet përpara sepse Kosovën e presin shumë punë të mëdha në shumë drejtime. Partia që ka fituar shumicën e votave, numrin më të madh të votave në zgjedhjet të 9 shkurtit, edhe nesër pritet të akuzoj opozitën se nuk po ja voton kryeparlamentaren e propozuar, njëjtë edhe opozita e drejtashme do të vazhdoj ta akuzoj partinë e parë se nuk po arrin ta krijojë shumicën parlamentare. Secila qoftë edhe partia që ka fituar numrin më të madh të votave dhe të ulcave në Kuvend dhe partitë të tjera nuk kanë lëvizur nga qëndrimet fillestare dhe kemi parë një retorikë të njëjtë në komunikimin publik të tyre pa ndryshuar dhe fatkeqësisht besojmë se edhe nesër do të jetë një retorikë tjetër dhe siç e thash më herët, pa një marrëveshje politike nuk do të ketë asnjëherë ecje përpara në krijimin e institucioneve publike. Sepse këta në një formë ka mundsuar edhe baza aktuale juridike e cila nuk e ka të qartë të rregulluar ecjen përpara për konstituimin e Kuvendit, ku sipas rregullores së Kuvendit nëse nuk zgjedhet kryetari i Kuvendit dhe nënkryetare duhet çdo herë brenda 48 orëve të thirrën seancë. Është dashur që të specifikohet zoti Kolaj se sa herë mund të përsëritet i njëjti kandidat ose sa herë mund të tentohet të konstituohet Kuvendi dhe gjendet një zgjidhje tjetër ose a do duhet të kishte specifikime më të mëdha sikurse tek rasti i qeverisë për shembull siç është. Realisht nënkuptohet se partisë fituese tani me gjykata kushtetuese ja ka jep drejtën të propozoj kandidatin për kryetar të Kuvendit, mirë po pozita e kryetarit të Kuvendit është një pozitë politike e cila për të ardhur në atë pozitë duhet të vihet me një marrëveshje politike vetëm në ato raste kur partia fituese fiton mbi 51% dhe i ka vota të mjaftueshme vetëm për ta zgjedhur kryetarin e Kuvendit. Në ato raste nuk i ka dhe duhet bëj kompromise dhe të gjej një zgjidhje. Por nisur nga kjo, Astrid, vetëvendosja a priori po përsërit vazhdimisht që neve na takon pozita e kryeparlamentarit dhe rrjedhimisht na takojnë edhe votat e partive që deri më tani kanë qenë në opozitë. Nolmi në dy drejtime. Vetëvendosja kur thotë që ne na takon pozita e kryetarit të Kuvendit, domethënë thonë një të vërtetuar nga gjykata kushtetuese.
Mirë po, a i takojnë edhe votat dhe janë të obliguar partit tjera për të votuar kandidatin e tyre, kjo nuk është obligim i tyre, do më thonë blanko për të votuar kandidatin e tyre. Kthehemi pak në retrospektivë dhe në vitin 2017, kur ishte propozuar për kryetar të Kuvendit Kadri Veseli dhe në një periudhë caktuar nuk kishte votat dhe kemi fuqishëm vetëvendosjen që kundërshton të kandidimin e tij dhe zgjedhjen e tij dhe thotë, më kujt, domethënë është rasti kur ish kryetari i Kuvendit Glau Kunjuca thoi që kur si ki votat duhet bësh kompromis për të arritur votat. Atëherë vetëvendosja vetëm të kthehet në retrospektiv dhe të veproj ashtu siç ka kërkuar të veprohet në vitin 2017. Si ka votat, kja u vërtetu që 22 herë, jo ma pak, po që 22 herë. Tani po konsiderojnë se përmes votimit fshat i kanë votat. Po realisht, procedura që ashtu tentua është një procedurë që mendojmë që është procedurë kundër ligjore, të kaluat nga votimi i hap në votim të fsheft, mirë po shihet se as për të miratuar një komision nuk i kanë votat, atëherë mbetet që partia kryesore, në këtë rast Lëvizja Vendvendosje, duhet të reflektoj mas shumë se ka përgjegjësinë më të madhe, gjithsesi një reflektim duhet ta kenë edhe parti tjera, sepse Kuvendi nuk është një arenë individuale, personale, interesa o personale partijake, pa është një vend përfaqësues i qytetarëve të Republikës së Kosovës. Sipas jush, çfarë reflektimi duhet të bëj vetëvendosja dhe çfarë reflektimi duhet të bëj opozita e deritashme? Që të dyjat, në bazë të peshët që kanë duhet të bëjnë reflektimet e veta dhe lëshimin të arritet një kompromis, nuk mund të ketë kompromis ma shumë në mes të dy persona o pa lëshim të dyve nga pak. Dhe nuk ka kompromis të arritur ku të dyja palët qëndrojnë forcërisht në qëndrimet të palëvizshme. Atëherë që të dyja duhet të lëshojnë nga pak ma shumë i takon partisë që ka barën më të madhe, mirë po mbi të gjitha duhet përmendur një element, të shikohet interesi qytetar. Dhe kjo, deri me tani është drejtur se nuk është në rend të parë nga partitë politike. Në rend të parë për janë interesat politike dhe interesat e tyre. Dhe interesi qytetarit, të cilët vetë qytetarët përmes zgjedhjeve i kanë sjellë në ato opozita, se përndryshe pa votën e qytetarëve ata nuk do të ishin deputet. Të shikohet interesi qytetarit dhe interesi i Kosovës. Asnjëherë më shumë Kosova nuk ka pas nevojë në shumë drejtime që të ketë institucionet të krijuar, sepse tani me thuaj se janë shkaktuar edhe pasojat e para nga mos konstituimi i Kuvendit të Republikës Kosovës. Proceduralisht, zoti Kolaj, po dihet se Kuvendi është në ngërç për shkak të mos zgjedhjes së kryeparlamentarit, sepse procedura ka mbetur tek pika e 3 e rendit të ditës, por a mendoni se mund të ketë edhe përtej kësaj, se mund të mungojnë votat për qeverinë, kur dihet se nuk janë numrat, mbase nga asnjëra palë dhe është krijuar ky ngërç. Pra, a ka sipas jush diçka përtej kësaj, apo thjesht është bërë ngërçi vetëm për këtë pozitën e kryeparlamentarës? Nuk mund të aludojmë a janë votat për qeveri apo jo, se mund të ndryshojnë politikat brenda natës, po të themi se nëse konstituohet Kuvendi, atëherë baza juridike është më e qartë dhe nuk do të lejoj një ngecje të tillë në konstituimin, sepse mandatarit parë ja jepet partisë fituese, nëse ai për një periudhë caktuar kohore nuk arrin ta bëjë qeverinë, atëherë presidentja i jep mandatin një personi që mendon që mund të ketë votat dhe nëse asaj s'mund të bëjë, atëherë shkojmë në zgjedhje. Domethënë ka një zgjedhje, edhe pse mund të jetë zgjedhje jo e mirë, jo e pranueshme, jo e favorshme për Kosovën këtë fazë, po ka një zgjedhje. Po ngecja është zgjedhja kryetarit dhe problemet si që thash edhe ma herët, të më thonë, baza aktuale juridike nuk e lijon më ecë përpara në këtë rast. Mirë, nga ana tjetër, në fakt, vetëvendosje, si partia që ka marrë numrin më të madh të votave, po insiston në emrin e Albulena Haxhiut për kryeparlamentar dhe një farforme që disa herë kanë deklaruar se nuk do të bëjnë kompromis, nuk do të ndryshojnë emrin e zonjës Haxhiu, me pretendimin se partitë tjera nuk mund ta zgjedhin kryetarin e Kuvendit që na takon neve, por nëse i kërkohen votat e partive të tjera, a i bie kjo që një farforme parti tjera po ndihmojnë në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit? Po patjetër, nëse s'ka marrëveshje politike, koalicion për të ecur tutje, si me domethënë zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, formimin e qeverisë dhe ndarjen e dikastereve ekzekutive ministrive, atëherë i bën që Lëvizja Vendvendosje po kërkon vota blanko
nga partitë tjera politike, të cilat po kundërshtojnë se bëthojnë nuk jem të obliguar, për kundër që ju si parti e parë që keni të drejtën dhe as partitë opozitare nuk po më hojnë të drejtën e lëvizjes vetëvendosje për të propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit. Mirë po as këto në të njëjtën anën tjetër nuk janë të obliguar që të votojnë në favor të kandidatit të propozuar të tyre. Kemi vetëvendosja edhe në zgjedhjet e mëhershme asnjëherë nuk ka votuar për kandidatët që janë propozuar për kryetar të kuvendit. Andaj edhe më herët e thash se varra kryesore për një kompromis, për një gjetje të zgjedhjes i takon partisë së parë, partisë Lëvizja Vetëvendosje. Pra pa e mohuar edhe përgjegjësinë që kanë partitë politike tjera për të dalur nga kjo situatë jo mirë institucionale. Po që duhet ta kryej vetë shumicën parlamentare për ta zgjedhur kryetarin, pozitë që i takon. Pa tjetër, unë thash, në rastet të caktuar vetëm kur i ka më shumë se 50%, do të thonë më shumë se nëse i fiton 61 ulcë në kuvend, atëherë aja mund të zgjedh vetë cilin do kandidat pa marrëveshje politike gjithsesi. Gjithsesi dhe në formë nëse ai veç arrin t'i bëj numrat edhe pa marrëveshje politike dhe nëse si ka 61 vota, është fajn, ndoshta këtë po pretendojnë ta realizojnë përmes votimit të fshehtë. Pretendimet në drejtim po shkojnë, pa këta po shpresojnë që kanë ndonjë marrëveshje të msheft me ndaj deputet të partive të tjera, të cilët me votim të fshehtë mund të votojnë dhe të dalin nga ajo kupeja e partisë vet dhe të votojnë ndryshe nga mendimi i partisë. E kanë quajtur këtë formën më demokratike, votimin e fshehtë, por sa në fakt, zoti Kollaj, mendoni që është demokratike duke pasur parasysh se ka nisur si procedurë me votim të fshehur dhe pastaj të kalohet, si votim i hapur dhe pastaj të kalohet në të fshehur duke ditur se nuk janë votat? Rregulloria e kuvendit parasheh edhe raste kur votohet me votim të fshehtë për raste të caktuara, por në këtë rast ka filluar me votim të hap dhe duhet të përfundojnë. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit duhet të përfundojë me votim të hap, sepse është krijuar edhe një standard dhe një praktikë që çdo herë kryetarët të kuvendit janë zgjedhur me votën e hap të deputetëve. Dhe ka në raste tjera ku deputetët mund të shprehin atë formën demokratike që po quhet dhe do të kenë raste të votojnë për qoftë për ndonjë bord apo tjetër, ku pa tjetër do ta kenë rastin që ta shprehin votën e tyre edhe përmes votës së fshehtë. Që të kalojmë pastaj tek pika 4 të rendit të ditës, sepse përveç zgjedhjes kryetarit është edhe një pikë tjetër e rendit të ditës, se që vetëvendosja shumë thirrët në pikën e 4 të rendit të ditës, por edhe pak tek kryeparlamentari. Në fakt, vetëvendosja vazhdimisht po deklaron se ne i kemi votat për qeverinë, por po kërkon prej partive që drejt tani ishin në opozitë që ta votojnë kryeparlamentarin. Zoti Kollaj, si e shpjegoni ju këtë dhe si e kuptoni në fakt nëse janë votat, nëse zoti Kurti konsideron që i ka votat për vete, pse ato vota nuk ekzistojnë edhe për zonjën Haxhiu? Pikërisht, këtu nuk mund të marrim diçka të mirëqen. Sepse një farë forme po kërkon votat për kandidatën tënde nga partitë tjera, ndërsa votat e tua nuk po ja ofron bashkëpartjakës që po don ta bësh kryeparlamentare. Nëse zoti Kurti ka arritur që të bëjë një marrëveshje me ndonjë parti tjetër për të krijuar qeverinë, atëherë pse nuk e ka bërë marrëveshjen edhe për krijimin e kuvendit? Pak është nonsens të themi të thuhet që i kam votat për qeveri, po si kam për kuvend. Atëherë zoti Kurti si politikan që është duhet të bëjë analizat e veta dhe të hecë përpara me marrëveshje politike edhe për krijimin e kuvendit dhe konstituimin e kuvendit, sepse edhe konstituimet e tjera janë bërë me marrëveshje politike në mes të partive të ndryshme politike. Mirë, kur të kalon pika e 3 të rendit të ditës, që është zgjedhja e kryetarit apo kryetares së kuvendit, vjen radha e nënkryetarëve të kuvendit që pa u zgjedhur dhe nënkryetarët kuvendit prap nuk konsiderohet i konstituar. Vetëvendosja vazhdimisht ka deklaruar se nëse partitë tjera nuk po ndihmojnë në një farë forme në zgjedhjen e kryetarit, pastaj ne mund ta bllokojmë zgjedhjen e nënkryetarëve. Sa ka bazë të ndodh kjo, zoti Kollaj, kur dihet se zgjedhja e nënkryetarëve është edhe pikë tjetër rendit të ditës, por edhe zgjedhja, edhe shkarkimi i nënkryetarëve bëhet të ndryshe nga ajo që bëhet për kryetarin. Po, zakonisht nënkryetarët votojnë në një paket, përjashto në nënkryetarët e pakicau, dhe realisht nëse vjen deri tek ja piku, unë besoj se do të jetë më lehtë në dy drejtime. Edhe nëse
po flasim hipotetikisht, edhe pse s'kam dëshirë të flasim hipotetikisht. Jo, bazuar në deklarimet edhe në ato referimet që nëse, për i kemi shembull, dëgjuar. lëvizja vetëvendosje nuk pajtohet me kandidatët për në kryetar të partive tjera, pa votat e tyre këta mundin mu zgjedhë, se janë më shumë se 61 deputet, mundën mu zgjedhë, domethënë, por nëse tesh pa një situatë të tillë lëvizja vetëvendosje nuk propozon kandidat, atëherë veç se kemi një pasojë të shkaktuar, një vendim. Janë zgjedhë në kryetare të tjerë, në këtë rast jo edhe i vetëvendosit, atëherë kur të kemë vendimet marrë, atëherë kemë ma letë se mund të dërgojmë në gjykatë kushtetuese për interpretim, dhe aje mund të na jep një përmes interpretimit. Por që edhe këtu merr kopak. Shtyhet sërish. Po patjetër, ne shpresojmë se partitë politike dhe deputetet të cilët i dëgjojnë partitë politike të thirrin mendjes, sepse unë e thash më herët veç se kemi pasojat e para. Kemi humbë edhe një mundësi për antarësim Këshillin e Evropës, dhe antarësimin e Këshillit e Evropës është shumë i rëndësishëm për Kosovën. Opozita e drejtashme, zoti Kolaj, a ka faj në këtë hapësirë? Çka mund të bëj opozita e drejtashme për të dalë nga ky ngërç? A ka pjesë të përgjithësisë edhe opozita e drejtashme? E tham, një pjesë i takon edhe kësaj në aspektin e funksionimit demokratik të vendit, në aspektin e respektimit të votës së qytetarit, të përfaqësimit të qytetarit, edhe ata kanë përgjegjësinë e vet. Mirë, po përgjësia madhe i bjen të madhe, dhe në këtë rast përgjësia më madhe i bjen partisë që i ka fitu zgjedhjet. Deputetët janë betuar në njërën prej seancave 5-6 ose ndoshta 2-3, sepse janë bërë shumë edhe me i numëru me numër, sidoqoftë ka kaluar si pike rendit të ditës betimi, është bërë edhe verifikimi mandateve dhe kuorumeve edhe aty pas disa tentimeve, përpjekjeve më konkretisht. Ndërkohë, zoti Kolaj, deputetët që aktualisht janë edhe ministra në dorëheqje, po vazhdojnë të shkojnë në objektin e qeverisë, edhe për këtë ka kallëzim penal nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Si e keni parë ju këtë dhe a është duke ndodhur vërtet shkelje, zoti Kolaj? Ne që në fillim si Instituti Kosovës për Drejtësi kemi thënë që në momentin që një antari ekzekutive, duke filluar nga kryeministri, qoftë të ministrat apo zëvendës ministrat, kanë fituar mandatin e deputetit që është betimi si deputet, atëherë ata nuk kanë drejt të ushtrojnë pozitat ekzekutive. Është një fakt që ata vetë se janë duke i ushtruar pozitat dhe po thirrën si kryeministër në detyrë, si ministër në detyrë. Mirë, po atë këto veprime dhe këto kompetenca janë të ushtru kundër ligjit, sepse nuk mund është të njëjtën kohë të jesh edhe deputet i zgjedhur dhe i betuar me mandat të fituar dhe të jesh edhe ushtrues detyrë i kryeministrit. Pra, gjitha veprimet që janë të marrë këta janë veprime kundërligjore. Pra, edhe ju konsideroni se vendimet janë kundërligjore? Ne konsiderojmë se ata nuk kanë drejt me të ushtrojnë pozitën dhe pikërisht ju lejohet të gjithë zëvendës ministra dhe zëvendës kryeministrit të parë të ushtrojë pozitat e tyre që gjithsesi Kosova nuk mund të jetë pa funksionim të institucioneve dhe në fazat e tilla. Faza kur do më thonë nuk arrijet të konstituohen institucionet e reja të dalura pas zgjedhjeve dhe Kosova duhet të funksionojë. Por pavarësisht që ekzistojnë zëvendësët, vetëvendosje po konsideron që qeveria mbyllet ose e bëjmë pyetjen a duhet të mbyllet qeveria? Jo, qeveria s'duhet të mbyllet, duhet të funksionojë me kompetenca siç e parashe të limituara, siç e parashe edhe baza ligjore në Kosovë. Mirë, po ajo duhet të funksionojë me zëvendës ministra dhe zëvendës kryeministër të cilët e kanë vetëm atë pozitë, do të thonë në detyrë edhe ata, dhe jo të jetë me ministra në detyrë të cilët njëjtën gjatë ditës janë në zyrat e tyre, ndërsa ka ora 11 ose 10 e gjysmë shkojnë të luajtë rolin e deputetit. Kjo është shkelje ligjore pa diskutim. A ka ndodhur edhe më herët kështu? E kam përmendur rastin e zotit Thaçi që ka qenë edhe në një fazë edhe deputet kur ka votuar, por nuk ka pasur atëherë ligj për qeverinë. Po, edhe nëse ka ndodhur atëherë, edhe atëherë ka qenë gabim, po atëherë nëse një gabim ka qenë të kaluar nuk do të
thot që ti duhesh të thirrësh në një gabim të kaluar dhe të bësh edhe vetë gabim. Përmirëso gabimin dhe mos e bëj gabimin që kanë bërë tjerët. Plus që ligji për qeverinë atëherë s'ka qenë. Po patjetër. A e rëndon kjo më tepër situatën? Po gjithsesi se ka një rregullim më të qartë ligjor dhe gjithsesi se kjo është një peshë më e madhe në aspekt të respektimit të bazës ligjore. A konsideroni që ndoshta ligji për qeverinë ka mangësi, po pavarësisht kësaj, edhe nëse konsiderohet që ka mangësi, mangësit e mundshme ose pretendimet për mangësit e mundshme, a e letojnë diçka punë në këtë pjesë? Ligji, ne kemi thonë se ligji ka mangësi, mirë po ky ligj më mirë se ashtu si mos të kishte ligj hiç dhe ne kemi thënë se pas konstituimit të institucioneve duhet të bëhet plotësim ndryshimi i këtij ligjit, mirë po më mirë që është ky ligj se mos të kishte ligj fare. Mirë, njëri prej deputetëve, zoti Kolaj, që të kalojmë në një temë tjetër, që aktualisht po e ushtron edhe detyrën e ministrit në dorëheqje Faton Peci, dje është përballë me drejtsinë për më shumë se 5 orë, është intervistuar si dyshuar. Ndërkohë besoj, jo që besoj, por ju keni pasur edhe një komunikat për media ku keni konsideruar se nuk duhet t'i bëhet presion drejtësisë sa herë që një farforme hetohen njerëzit e politikës. Ju e dini se Instituti Kosovës për Drejtësi monitoron sistemin e drejtësisë, përgatit raporte, jep rekomandime, sugjerime, jep kritikat e ashpra për punën profesionale dhe tjerë të sistemit e drejtësisë. Mirë po, në të njëjtën kohë Instituti Kosovës për Drejtësi i mbron sistemin e drejtësisë edhe akterët e sistemit e drejtësisë kur veprojnë, kur tentojnë që të kryejnë mandatin dhe kompetencat që i kanë ata. Dhe ne sot kemi reaguar dhe kemi kërkuar ndaljen e menjëhershme në një formë të gjitha presione publike që në kohët e fundit sidomos bëhen ndaj çdo veprimi të institucioneve të sistemit të drejtësisë, sidomos prokurisë, ndaj akterëve të ndryshëm të partive në pushtet. Ju e dini se askush s'është mbi ligjin, dhe kja po shkakton deme në shumë drejtime, në aspektin e demokracisë, shkeljes së pavarësisë e institucioneve, po krijon dyshime dhe ndaj punës sistemit të drejtësisë, po krijon mosbesim qytetar ndaj sistemit të drejtësisë. Andaj edhe rasti djeshëm me zotin, me ministrin në detyrë, që është duke ushtruar kundërligjin, apo me deputetin Peci, është rasti fundit ku institucionet e sistemit drejtësisë kanë filluar disa hetime në bazë disa prova apo dëshmire që janë paraqitur dhe është shumë rëndësi të lejohet që këta të kryejnë punën e vetë në mënyrë profesionale dhe nëse nuk kanë fajë dhe ata do të munden fillimi i hetimet edhe mund të... Nga ajo që keni lexuar, aktualisht në gjuhën juridike, zoti Peci është nën hetime. Ashtu e kanë thonë, domethënë prokuria speciale, është si i pandehur. Dhe tash të shikojmë. Duhet të lejohet gjithsesi, sepse me këto deklarata, me këto presione është ndërhyrje drejt për drejt në sistemin e drejtësisë që është duke ju bërë këtij sistemi dhe personave dhe udhëheqësve të këtij sistemi në komunikatin tonë. Por pse po ndodh kjo, zoti Kolaj, sipas jush, nëse konsideroni kështu, kur e dim se vetëvendosja në fakt vazhdimisht e ka proklamuar një luftë ashpër kundër korrupsionit, por edhe ndoshta nëse mund të them ndreqen e sistemit të drejtësisë, nga sa ata kanë konsideruar që sistemi ka qenë i kapur sistemi i drejtësisë, vazhdimisht kanë hedhur akuza për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Pse sot sipas jush është kjo situatë? Pikërisht ata që ka proklamuar dhe ka ardhur në pushtet vetëvendosja është e bërë të kundërtën. Vetëvendosja ka dështuar për reformën për sistem të drejtësisë në mandatin e parë 4 vjeçar. Dhe ajo në vend që të punoj ta bëjë një reformë, se ne si i këde mendojmë që ka nevojë për reformë në sistemin e drejtësisë, sidomos në sistemin prokurorial të Kosovës, atëherë është shumë më rëndësi që vetëvendosja, partia në pushtet dhe eksponentë të saj, deputetë dhe tjerë, të fokusohen të puna në reformën e sistemin e drejtësisë, ta lejojnë sistemin e drejtësisë të kryejë obligimet e veta që i ka kushtetuese ligjore dhe brenda kompetencat e veta, dhe mos me përmes ndërhyrje dhe deklarata politike të ndërhyjnë në këtë sistem dhe të pengoj punën e tyre. Pra po them, është shumë rëndësi që ata të fokusohen në reformimin e këtij sistemi dhe të respektojnë pavarësinë e institucioneve të pavarura në këtë rast, siç është
sistemi prokural dhe prokuria, dhe që ata ta kryejnë punën e vetë në mënyrë sa më profesionale. Në të ardhmen, ne si IKD dhe përgjithësi shoqëria civile mund të bëjë edhe një vlerësim të vetën me ata me punën që ka bërë në raste konkrete. Ne kemi thënë dhe vazhdimisht thojmë se ka raste të shpeshta ku sistemi i drejtësisë dështon dhe dështojnë në raste të mëdha gjyqësore ku nëse ato raste nuk do të kishin dështuar, ne do të kishim një perceptim si qytetar pak ma pozitiv apo ma shumë pozitiv për punën e sistemi drejtësisë, po kanë dështuar raste të mëdha dhe kemi një perceptim të. Sepse nuk është hera parë, zoti Kolaj, që ministra, ish ministra paraqiten para organeve të drejtësisë, ka pas edhe në të kalumën raste, ka qenë rasti zotit Palekaj, pastaj Dhurata Hoxha, ka qenë për një rast tjetër, por që pastaj me sa e di është shpallur e pafajshme, por ka pas edhe raste shumë të tjera të cilat kanë qenë në bankën e të dyshuarve, qoftë të dyshuar, qoftë edhe të akuzuarve, ku do më thonë rasti Lekajt edhe është dënuar në shkallë të parë mirë, po është një rast të dyshuar, do më thonë ne edhe këtë rast të kemi konsideru si rast të dështuar, sepse është, do më thonë, nga mos profesionalizmi kemi ardhe dhe këthimin e regjykim të këtij rasti. Po, në anën tjetër, nuk duat flasim tani për, se besoj që e keni lexuar dosin e tenderit, por ajo është teme drejtësisë, që tani drejtësia e thot fjalën e vetë dhe e analizojnë nëse ka bazë apo nuk ka bazë, është teme sistemi të drejtësisë, por që ta shpjegojnë për qytetarët. Zoti Peci dje është liruar në procedurë të rregullt. Çka nënkupton Kolaj për gjithë shikuesit të cilët ndoshta nuk janë njohës shumë të mirë sistemi të drejtësisë, çka nënkupton lirimin procedurë të rregullt? Nënkupton se hetimet dhe procedurat tjera ndaj zotit Peci vazhdojnë mirë, po vazhdojnë në gjendjen e tij në liri, jo në kërkesë për paraburgim apo tjetër apo arrest shtëpiak, por shkak se përmbushën të paktën dy kushtet të cilat e lejojnë këtë. Do më thonë, atë sistemi drejtësisë ka parapasë në gjendja e tij në liri nuk pengon vazhdimin e hetimeve. Vepra s'mund të përsëritet, sepse s'ka se si tipet të ndjerë edhe një herë. Do më thonë dhe ka parapar që ai mund të vazhdoj të hetohet në liri. Mirë, zoti Kolaj, nëse s'keni edhe diçka tjetër të shtoni për këto sistemin e drejtësisë, unë ju falenderoj shumë që keni qenë edhe sot, besoj se do të flasim edhe ditëve tjera edhe për tema tjera. Faleminderit. Ju falenderoj shumë.